Të gjitha aktivitetet jashtë kurikulare, si mbrëmjet e maturës, semi-maturës, ekskurzionet e ditët e shkollave, Drejtoria e Arsimit në Prishtinë ka vendosur t'i pezullojë përkohësisht. Gjatë së mërkurës nga kjo drejtori nuk ofruan shpjegime për vendimin e në njoftimin e një ditë më parë, thuhet se ajo po harton një draft rregullore për përcaktim të qartë të këtyre organizimeve. Drejtori i gjimnazit Ahmet Gashi, Haxhi Metaj, tha se për pezullimin e këtyre aktiviteteve janë informuar të martën përmes emailit dhe pa konsultim paraprak. Sipas tij, vendime të tilla nuk mund të merren aty për aty. Nuk e kemi ditë më herët, na i kemi kontraktuar, sidomos fjala është për mbrëmjen e maturës. Por ekskursioni është diçka tjetër, po kjo besoj që nuk është në rregull. Dhe besoj që Drejtoria e Arsimit e ndryshon këtë vendim. Metaj tha se të premten është dita e shkollës që e udhëheqë dhe këtë kanë planifikuar ta shënojnë me një shëtitje nëpër Kosovë. Prindrit e fëmijëve kanë dorëzuar mjetet e kërkuara, por Metaj u shpreh se nuk e di se çfarë do të ndodhë. Nxënësit e këtij gjimnazi në Prishtinë u shprehën të zhgënjur me vendimin. Aktivitetet, ekskurzionet, do me thonë, janë pjesë e shkollës, ku në të cilën nxënësat, do me thonë, kanë eksperiencë më ndryshe, shkojnë me arsimtar, kanë aktivitete ndryshe. U kanë një vendim shumë i padrejt, për arsye që nxënësi gjatë këtyre kohëve është një ngarkesë shumë e madhe gjatë kohës mësimore, kështu që këto aktivitetet janë mjaft mira për me liru një lloj stresi prej gjitha mësimeve që i kanë. Kryetari i Këshillit të Prindërve në Prishtinë, Nexhmi Hoxha, të mërkurën është takuar me drejtorin e arsimit, Samir Shahini, por nuk dha më tepër detaje. Një tjetër takim tha se do ta ketë këtë të premte.